Po si ngece në Tiranë? Se vërtet sa njerëz e din, ti mendon që të tërë e din, po janë arritur kaq shpejt ato të tjerët Gen Z-a që na ndjek, ne ti je shef dhe me kalamajt e tu, sa që është shumë e vlefshme gjithmonë që të mësosh diçka. Si ngece? Sa më ngece në Tiranë, si ti ngece. E kujtoj, ka qenë interesant, domethënë kisha pasaportën te kroskoti i makinës i shokut tim, që është aktor, Fisnik Ademi. Do vinin për një shfaqje, për një bashkëpunim në Tiranë. Më marrë me vete, shumë rastësisht, domethënë, me dëshirën e madhe për të parë Shqipërinë, Tiranën, 2003, edhe nga shoqëria e përbashkët, aty njoha shumë njerëz të famshëm, domethënë, asaj kohë ishte Mariza që këndonin nëpër pubet e Tiranës, Dorian Gjoni e të tjerë, shoqëria e përbashkët që ishin, edhe duke biseduar që kam një band në Kosovë, më ftojnë për të kënduar një këngë ata, edhe këto lindi, si më thënë, ajo shkëndia e parë. Mu ofrua një këngë, që ka qenë edhe pjesë e Top Fest 2-shit, nga Dorian Gjoni, pastaj unë u bëra pjesë e Top Show për një sezon, edhe kështu filloi historia, domethënë. Pas të kalove tek e diell. Po, tek e diell, me Adi Krasën, për një kohë, pastaj u prezantova te Top Fest 7, domethënë kam qenë pjesë e këngës magjike, Top Festit, ajo po them goditja e fuqishme ishte me këngën Koha s'kthehet. Aty filloi, domethënë, ndryshoi goxha, emri im ishte shumë më i njohur, si më thënë, edhe filluan koncertet bashkë me grupin. Me që përmendë Koha s'kthehet, unë kisha shumë qejf dhe thash që kur të takova që dua të luaj vetëm pak këngët e tua, sepse e di që do i shijojnë shumë, edhe njerëzit prapë do shkojnë aty dëgjojnë edhe një herë. Ka shumë që i dëgjojnë gjithë kohës. Më kujton pak Three Doors Down, ishte dhe ajo, ka qenë ajo fryma e... Po, natyra, po. Atyre këngëve ka qenë. Çfarë kujton për shkakun nga kjo këngë? Më kujtohet periudha, domethënë, e regjistrimit, bashkë me Kledin, me Endrin, me Klodin, atë kohë që ishin band, përfshirëshin gjithë, domethënë, në gjithë gjën. E ndjej ti që do ecë kjo këngë? Nuk mendonim asnjë lloj gjëje, domethënë, as lek, as më thet tash, domethënë. Thjesht e donim atë gjë dhe donim ta bënim sa më mirë që mundeshim. Më kujtohet që në finalen e Top Festit, kur kam dalë në skenë, impakti ishte aq i fortë, domethënë gjithë publiku ka qenë një e madhe nga gjithë salla, sa akoma e kam, domethënë më ata gëzimin. Nuk e harroj si moment, domethënë ka qenë gjë shumë e veçantë. More çmim aty? Jo. Çrënd si ka? Apo dëgjojmë këtë? Sot, apo e dëgjojmë sot? Po. Apo e këndojnë ato që kanë qenë 5 vjeç? Po. Në rregull. Tash është një këngë tjetër që nuk e gjeta në Spotify, po ishte në YouTube, nuk e di pse nuk e kam gjetur. Është një duet që ti ke bërë me Rezarta Shkurtën, që është një super këngë edhe kjo, që kur ta dëgjojnë njerëzit do kujtohen. Çfarë mendoje në krah të saj? Tu e vesh me një bluzë të kuqe, ishe më seksi. Me motor. Kohën pas për ty, a do ishin vërtet, ka larg, po ta ke. Super këngë. Ç'a të kujton kjo kënga? Gjëja e parë që më vjen ndërmend është tani telefonata e Rezartës. Që si natyrë që është garipe pak, më merr telefonin, thotë kam një këngë dhe thotë nuk lejo ta refuzosh kaq, do ta këndosh edhe pikë. Isha i zënë diku, nuk e mbaj mend saktësisht tani, edhe thotë du të takoj dhe do ta këndojmë bashkë të këngën. Është këngë e Elgit Dodës. Oj, ka bërë Elgiti këtë gjë, po. Nuk e din nëse është kënga e parë e Elgitit kjo? 14 vjet më parë thot. Me sa mbaj mend është kënga e parë, po them, e Elgitit. Edhe ka goditur në shenjë që këngën e parë. Është këngë e fortë, është më ka dalë shpirti derisa e kam kënduar, se është goxha lart. Ka qenë bor,
ka qenë shumë vështirësi, domethënë për të shkuar në Maqedoni, se kemi regjistruar te Darko Dimitrov. Okej, ke bërë orkestrimin. Edhe po, Duket është prodhim i mirë, edhe pse ka kaluar kohë, është prodhim shumë i mirë. aty kam nxjerr maksimumin tim, domethënë. Pa. Që s'ma merrte menja që do kapja ato nota akute. Ndërkohë unë të mbaj mend, ka qenë viti im i parë te Kënga Magjike në 2014-ën, dhe ti ke pas prap një këngë të famshme, asgjë njësoj. Ke marrë çmimin e dytë, nuk e di? Po. Kur unë ty spontan. Edhe kjo këngë e fuqishme. Po. Atëherë nuk ka qenë live Kënga Magjike, më sa kujtoj se ti mund ta bëje live. Nuk ka qenë. Përveç çmimin e dytë, ka marrë edhe çmimin e kritikës në atë kohë. Tekstin nga shkruajt Alban Skënderaj. Çmimi i kritikës është, po ta them si muhabet të brendshëm, meqense kam qenë skenarise. Le ta di, nuk ka problem. Çmimi i kritikës është kur, domethënë është dhe produksioni, po kur produksioni të tërë mendojnë në krye një njeri që e njeh muzikën shumë mirë që kjo është këngë, kjo është realisht një këngë e mirë në të gjitha format e saj. Kjo është muhabeti brendshëm që ta thash tani, meqense nuk është më çmimi i kritikës, po Arditi do ma fal. Po. Në atë periudhë kur këtë këngë kam regjistruar, ka qenë dajem se unë lidhet me familjarët me dajet i kam pas gjithmonë shumë të forta, duke qenë se edhe kemi jetuar me shtëpi afër. Pa them një pjesë mirë të jetës e kam kaluar edhe te gjyshit. Ka qenë periudhë kur dajem ishte sumur, edhe në finalin që unë kam kënduar, atë ditë është varrosur, edhe ka qenë domethënë gjë e vështirë, si më thanë për mua, po e bëra për gjithë njerëzit e familjes, edhe sa të them, dy kanë qenë emocione të forta. Duke qenë se ke qenë shumë në skenë, ke qenë shumë live, domethënë, sa ke pasur situata të tilla, dhe si është kjo, se janë shumë njerëz kurioz, si ja bëni që del në skenë, si ja bën që ka mbrapa, mund të kesh drama, gjëra dhe del, dhe një njeri si ty që ka dalë kaq shpesh. Si puna, domethënë para shumë edhe futbollistëve, domethënë që duhet bësh detyrën e artistit, domethënë atë që ke për detyrë. Unë duhet dilja si s'bën të performoja, domethënë për gjithë njerëzit e mi, kështu që ishte edhe si një mision, do të thënë. Histori prekse ka pas gjatë karrierës, një nga këngët që është shumë e njohur dhe shumë e pëlqyer nga këngët e mia është pak a shumë histori e vërtetë që kemi marrë një indicje, si më thon, për tekstin, nga një histori e një vajze që më ka treguar një herë. Më ka prekur një jetë me ty. Ah, jetë për ty, me ty pa. Mos është me klipin e spitalit. Në një aksident. Klipi i spitalit i them. Ka humbur të dashurin, të fejuarin, diçka e tillë. Edhe nga kjo kemi marrë, si më thon, edhe jemi bazuar, kemi shkruajtur edhe tekstin e këngës me Endrit Mumajesin. Okej, e di ajo këtë? Normalisht po, unë i pata bërë një premtim, nuk është se kam takuar në njerë tjetër, po i kam bërë një premtim që do mundon ta bëj këngë të gjë, të histori. Super këngë është kjo. Edhe klipi domethënë është bazuar pak a shumë te historia e ti do bie posto hesht, e do ndryshoj në pafundsi, zemër të gjetur i kthej përsëri. Sa e bushë pjesa, më zgjon dashuri. Kush e ka për kompozimin? Endri. Kunati. Muma. Vajdoreles. Endri, o thasë Muma, teksti ka bërë, po. Pasi pasu pa shkimi me vllajën e Dorelës sa me Dorelën, po kimi artistike shumë. Kur jemi në fillim pa njoh print të Dorelës me Endrin dilja unë edhe fshiheshim kështu nga. Çfarë thua? Po si arritet se ndoshta mund ta kesh thënë dhe këtë, po si arritet të pushesh me Dorelën nga dy botë ndryshme? U njohëm, domethënë dukesh e pëlqimi që kishim, filloi si shoqëri si fillim, pastaj duke u afruar edhe duke fol për muzikën. Kishim gjëra të përbashkëta edhe kështu filloi historia pak a shumë. Pastaj njofta edhe vllahun e Dorelës, domethënë.
Po ka ndihmuar dhe fakti që Dorela është rritur në familje artistike se i pas ka shumë koncerte çdo natë, tipo ishte pothuajse ikur apo jo, apo të ndiqte Dorela. Po kur kishte mundësi po shumicën e rasteve jo. E them kështu me plot gojën që ka qenë një nga mbështetjet më të mëdha, domethënë, të karrierës time. E them që është fanse imja më e madhe, shpesh. Edhe më ka bërë gjithmonë më të lehtë, domethënë, gjithë rrjedhën e karrierës time. Nuk ka qenë person që të ngarkoj, të rrimbi kokë, të andej për xhelozie, çështje, më të tash, kështu që e kam pas goxha support. Pastaj unë jam munduar të jem, domethënë, korrekt në raport me të edhe të mbajmë njëri tjetrin fort, domethënë. Të jemi support për njëri tjetrin, qoftë edhe unë për karrierën e saj, edhe ajo për timin. Po e kam pas gjithmonë për mendime, për kritika, për gjëra ndryshme. Jeni dhe si shok. Po mendoj që për shembull tani që je në Amerikë, duke qenë se merresh dhe shumë me fëmijët, si thua, e ke zgjedhur dhe me dëshirë këtë rol, pra sepse Dorela është goxha në karrierën e saj, ka ecur goxha para. Në atë çfarë ajo do, që është financë, numra, s'ka lidhje me muzikën. Besoj që ke bërë dhe këtë zgjedhje me vetdije që të mbështesje aspiratat e saj, ambicet e saj? Patjetër, tani ne, siç thash më herët, kemi suportuar njëri tjetrin. Ishte periudhë ngarkuar edhe për mua, edhe unë kisha nevojë normalisht të shkputesha. Kam qenë gjithmonë aty që kam dashur fëmijët. Aq më tepër kur Zoti më falë dy djem, edhe kam dashur që të kem kohë produktive me ta. Domethënë, nuk jam munduar të jem egoist, që të mendoj vetëm për karrierën time, pavarësisht dashurisë që të madhe që kam unë për muzikën e për artin. E kam shijuar pjesën duke kaluar kohë me ta, edhe duke i parë të rritën, duke i shërbyer patjetër, duke i quajtur për aktivitete të ndryshme, kështu që si më thënë, më ka ardhur shpesh keq që kam qenë larg publikut, e kam ndjetë edhe sy detyrem, ndoshta her pas here, po prap jam i lumtur, domethënë që kam qenë pranë tyre. E shijon shumë, se e pash dhe nga bisedat që e shijon shumë. Çfarë të ka ndryshuar ty pjesa e të qenit baba? Unë kam qenë aty e ndjeshme, do të thoja. Ka bërë akoma më të ndjeshme, ndoshta. Shumë herë më të arsyeshëm për shumë gjëra, jam më ftohtë, i shoh disa gjëra. Nuk, domethënë, më ka dhënë një lloj qetësie, ndoshta po them, qetësie shpirtërore. Do ishe gati ti për shembull që në momentin që çuni realisht do t'i futet muzikës dhe artit, që të fokusohesh 100% tek ai, mund të ishe menaxheri ti? Kaloje nga skena mbrapa skene për të? Po, patjetër, ne bëjmë biseda të tilla her pas here. Joni është natyrë që flet, ka qef bisedoj. Më pëlqen edhe për karakterin që ka, se është insistues në shumë gjëra. Edhe tani bisedën që po bënin për punën e koncertit, i them babi mos u bëj shumë emocional, domethënë, mos se mua personalisht për shembull nëpër koncerte, sidomos festivale, më ka penalizuar pak. Emocioni? Po. Sa shkel kam ba, domethënë, në shkallën e parë, fillon të brrr. Çfarë thua? Po ti je fantastik live. Në live se kam pas asnjëherë si problem këtë, kurse në festivale. Në festivale s'kena më. Nuk e di pse, në skena më të mëdha kështu e kisha. Derisa kalojsh atë pragun, pastaj hallakatësh. Kam një kështu sikur bllokoj frymarrja. Po në Top Fest 7 Kledi Bahiti bënte gallac kur kam kënduar këngën Kohas kthehet. Në frazën e parë, më thotë mu ke kënduar si dele. Një ditë që bërë. Ti ke pas gjithmonë të skenës, ke quhet si frikë stage fright e vogël. Mendoj që është gjë pozitive, sepse kjo tregon, domethënë, shpirtin e artistit edhe gjeshmërinë që ka, domethënë, se sa është i lidhur me atë që bën. Ai që ka bërë përshtypje, nuk e ke përdorur famën tënde në funksion të një fame dhe më të madhe që futet në showbiz. Kjo ka qenë diçka jote, nuk e ke përdorur pjesën showbiz të famës tënde. Gjithë jetën time kam dashur të jetoj si i thjeshtë, njëri, domethënë me këmbët në tokë. Muzikën, siç e thash disa herë, e kam dashur me shpirt, edhe nuk kam dashur të përdor elemente të tjera, domethënë për të bërë më i njohur ose më i përfolur ose këtë ande. Jo, se ka dhe këngëtarë të tjerë që janë realisht shumë të mirë, që janë bërë pjesë, janë shkruar një fabul për ta. Për shembull, edhe për Alban Skënderaj ka pas një fabul. Është fabula e çiftit, fabula e çunit që erdhi nga Italia, me Triko Leshi, me atë këngën. Pra ka dhe këngëtarë shumë të mirë që kanë fabulat e veta. Dhe ti nuk është se ke qenë pjesë e një fabule. Nëse do t'i kthesh kohës, mund të jepte pak më shumë dorë, pak në pjesën e imazhit tënd, sepse absolutisht ke super hite, një zë
brillant? Them vërtetën Dalina, shpesh domethënë edhe në bisedë ndoshta po them edhe me Dorelën. Ndonjëherë mund të kthehem kohë, them që këtë gjë mund ta kisha bërë kështu, ose mund ta kisha bërë kështu, ose mund ta kisha përdor për këtë gjë ose për X gjë, si më thënë, për të pozicionu në një, që të them ty, stat tjetër ose për të marrë vëmendje ose këtej. Po jam shumë i lumtur sepse kam bërë atë që kam ndjerë, si më thënë, kanë ardhur gjërat shumë natyrshëm. Nuk do doja kur të bëja gjëra që nuk janë të mia. Domethënë për hir të ngritë emrin më lart ose për përfitime tjera. Ka pas njerëz që më kanë thënë që po si ti e merr djalin më shumë del, po them e çon në përparqe. Shofi njerëz thonë, ky tani fytyrë publike del me fëmijën. Nuk do kisha menduar asnjëherë domethënë t'ia privoja fëmijës tim që të mos shijoj fëmirin ose duke qenë pjesë e lodrave e këtij janë. Kështu që se kam pas asnjëherë kompleks, kam bërë atë që më kanë ndjekur